Vargu 17, merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës që është fjala e Perëndisë tek Efesianët 6:17. Për krenarja e shpëtimit, nga greqistja e vjetër, ata e përkthejnë helmeta. Ne dim për çfarë është helmeta ose për çfarë përdoret. Nuk nuk është e nevojshme që të jesh Einstein që të kuptosh përdorimin e helmetës. Më thënë që të mbron kokën. E keni vënë re që njerëzit në mënyrë instiktive, nuk e di, u ka ndodhur ndonjëherë që kur ndodh në një kërcitje ose kur ndodh në një sulm ose në një gjë, në mënyrë instiktive neve mbrojmë kokën. U ka ndodhur kjo gjë? Nuk e di, në mënyrë mbrohesh ose largohesh. Pra, të gjitha këto, edhe në kohën kur Pali e shkruajti këtë letër në Efesian, ishte në periudhën romane. Edhe kur ai po fliste për helmetën, që u tregonte atyre, se në fakt kapitulli 6, duke filluar nga vargjet 12-13, thot pikërisht të gjë. Ndërkohë që Pali këtu po na thot sot merrni edhe për krenaren e shpëtimit, vendoseni kokën tu. Çfarë po thot? Pikërisht në lidhje edhe me mësimin që neve patëm herën e kaluar kur neve marrim frymën e Perëndisë, do të thotë që ne nuk lejojmë gjëra të jashtme që të na mbushin kokën tonë. Një nga gjërat, më duket se e përmanda, por do ta përmend edhe një herë. Një nga ajo fjalat ose armët që neve sulmohemi gjithmonë është frika. Edhe një nga thënjet që Perëndia përdor në Bibël më shumë se çdo gjë tjetër, e ka përmendur mos ke frikë 365 herë. Që do të thotë pothuajse për ditë, jo pothuajse po për ditë i bie, që ne të kujtohemi që mos kemi frikë që Zoti është në kontroll. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që Perëndia e din shumë mirë gjendjen ku neve ndodhem. E din shumë mirë që njerëzit do të ndohen, njerëzit do të tremben, njerëzit do të friksohen, njerëzit do të shqetësohen, edhe është e pamundur me qenien tonë ne nuk ta kalojmë këtë gjë. Në shqetësime të tilla gjëra është e pamundur që të ta heqësh mendjen ose ta largosh mendjen, të mendosh gjëra pozitive. Një thënie interesante që lexova sot mëngjes ishte që është ti nuk do t'i kesh gjithmonë ditët e bukura. Nuk do t'i kesh gjithmonë ditët e mira, do kesh dhe ditë të këqija. Por e rëndësishme është që në ditët e tua të këqija të kesh një sjellje të mirë, kesh një qëndrim të mirë, kesh një qëndrim pozitiv. Po pse është kjo e rëndësishme? Ndonjëherë më duket kur u flas për këto gjëra si këta të quhen këta influencerat që kanë dalë tani në për Instagram e për Facebook që bëjnë, që flasin edhe këshillojnë, bëjnë që të mendosh pozitiv edhe të marrësh gjithmonë energji pozitive. Paradoksi me këtë gjë për mua është që neve e kemi pasur Biblën gjithë kohës. Po ta shikosh të paktën tu në Shqipëri ka hyrë fuqishëm që në vitet 90 Krishterimi, që u hap fuqishëm. Edhe njerëzit kanë dëgjuar për fjalën e Perëndisë, kanë dëgjuar pikërisht për këto mësime. Na dalë kanë sa influencerat tani dhe na thonë që të mendojnë pozitivisht e këto gjëra. Ju po dëgjoni pikërisht këto gjëra dhe i keni dëgjuar këto gjëra. Po çuditërisht ne ndonjëherë kemi tendencën të ndjekim njerëz të tjerë, kemi tendencën të ndjekim njerëzit sesa Perëndin. Një nga problemet, mendoj unë, është që neve duam ta shikojmë diçka. Në mënyrë kur e shikojmë dhe prekim ose në një farë mënyrë e shijojmë sjelljen, qëndrimin edhe themi që po kjo është e duk. Por në fakt Perëndia, po siç po e shikoni,
Efesianët daton që në vitet 50-60 mas vdekjes së Krishtit, edhe që u larguan që u ngjit në qiell, këto shkrime janë shkruajtur. Pra janë shumë herë më si thua, më të lashta por imagjinoni se për një moment të mendosh që pali të kishte këtë lloj mënyre komunikimi. Të dilte live edhe të fliste edhe të influenconte njerëzit edhe të predikonte fjalën e Perëndisë. Pra kemi kaq shumë i solla gjithë këto gjëra që të kuptojmë se neve bombardohen. Ja ne le t'i japim dhe kreditet e atyre të meriturat për këta influencat bëjnë edhe ndikojnë pozitivisht në thonjza tek njerëzit. Por është e vërtet që ne jetojmë në një botë ku sasia e informacionit është shumë e madhe. Ju është neve na thuhet dhe na tregojnë tani në këto momente ku jetojmë që njerëzit janë bërë më padashur, më mizor tani. Po nëse historia në fakt tregon ndryshe. Tregon ndryshe se si njerëzit për shembull me ngjyrë ishin të përsekutuar për një kohë shumë gjatë. Edhe kjo ndodh për shkak edhe ishin shumë vrastar, ishin dhe shumë të dhunshëm në mënyrën se si gjykonin njerëzit, mënyrën se si dënonin njerëzit. Ju e dini shumë mirë që ka pasur, keni lexuar besoj, ka pasur dënime me gur, ka pasur dënime me që i kanë goditur me gur derisa të vdesin, kanë kryqëzuar, i kanë me elektri, me korrent, domethënë që dënimi me vdekje. Edhe për shkak se ata kanë vendosur të thonin se çfarë ishte e mira dhe çfarë ishte e keqe. Por këto gjëra nuk i se ndaheshin kaq në mënyrë të shpejtë, në mënyrë shumë të shpejtë. Kur themi në mënyrë të shpejtë, ndodhi aksidenti, për shembull, ti hap telefonin e ke në të gjitha faqet, në të gjitha faqet sociale, në mandjen tonë, na bombardon. Njerëzit tani kanë shumë të vështirë që të ulen dhe të qëndrojnë dhe të dëgjojnë siç po dëgjoni ju tani në këtë moment. Sepse shikojnë video 10 sekonda, 30 sekonda. E keni vënë re, po kaloj 1 minutë njerëzit e humbin interesin, madje edhe neve vetë kur shikojmë, që ka gjatë në logë. Nuk dua, e duam të shpejt. Shikojmë njerëzit që kanë gjëra të bukura, gjëra të mira, luksoze, dhe edhe unë. Por ne nuk e dim vuajtjet e mundin ose punën ose si i ka rritur ai këtë gjëra ose ajo këtë gjëra. Dhe ne themi, po, është që ka le të bëkën para. Edhe fillojmë edhe bëjmë se ajo kjo të sulmon mendjen tënde. Fillon të bësh gjëra pastaj që kjo nuk e dua, këtë nuk e fillon dhe të bësh selektiv në kërkimin për punë, me tha. Ka shumë njerëz, si djemë dhe vajza, që po unë nuk punoj fiks punë. Ndërkohë që është pa lek. Ndërkohë që po shihet me prindit, nga prindit, edhe thot, po nuk e bëjmë në të punë. Nuk veta unë me 200.000 lek, me 300.000 lek rrobë. Ndërkohë që s'ka kokër leku. Kjo ndikon negativisht në trurin njerëzor. Ky një bombardim informacion. Ne dhe dim se çdo gjë që ti ke në mendjen tënde tani, një pyetje, do ma kërkon në Google, edhe ti e gjen informacion në aty. Madje kjo ka ndikuar negativisht edhe për njerëzit që ti lexojnë. Edhe që duhet lexoj unë kam aty? Që duan gjeografinë, që duan historinë, që duan biologjinë, që dua këtë, që dua atë. Studimet kanë treguar gjithashtu që njerëzit që kanë pasur, janë prekur me këtë sëmundjen Alzheimer, nuk e di ka disa nivele, por njerëzit disa kanë provuar që e kanë thyer memorien e tyre duke lexuar. Po me disa vërtet është, po studime ja. Madje më duket ka qenë dhe
një këtu në Shqipëri që ka dalë dhe në televizor, ka dhënë intervistë. Ka netur një afërsisht tek 1 ose 2 vjet, nuk e mbaj mend, po vetëm duke lexuar. Në fillim tha ishte shumë e vështirë. Lexonte, praktikonte, lexonte derisa mendja filloi që të aktivizohej edhe të punonte, sepse informacioni që ti po përpunoje duke lexuar ishte i madh. Është gjimnastik e trurit tanë. Neve nuk duam më, në kohë që Pali po na thot mbroni mendjen tuaj, vishni për krenaren e shpëtimit. Çfarë do të thotë kjo për ne? Do të thotë që neve mbrohemi dhe ruhemi nga bota e lirë. Ndajse neve si prindër ndjehemi, paktën unë po ndjeja të përgjegjësinë që prindrit e mi ndjenin me ne, kur nuk na lejonin që të shikonim X gjërash, kur nuk na lejonin që të shpenzonim shumë kohë për jashta, duke lodhur e duke u bërë. Jo vetëm që shqetësoheshin se do vriteshin, do vrisnin, por shqetësoheshin që do të kishte edhe ndikim negativ në mendjen. Po të gjithë prindrit tanë, kur se në atë kohë edhe na rrithnin, edhe na korrigjonin, edhe na mbanin brenda, edhe nuk na lejonin që të... Mua më është bërë ves tani, që kur isha sa jo eli, më thoshin prindrit, do dalësh, u erë do hysh brenda. Kur u rrita që isha në gjimnaz dhe doja dilja të pija në një kafe, në një gjë, ora e fundit që ti do kthehesh në shtëpi është ora 9. Edhe pse isha 18, edhe pse isha 20 vjeç. Mu më bë aq, do më thënë, mësim kjo gjë dhe kur isha në Tiranë, shkollën konvik. Vend të ora 9 do shkoje brenda. Unë do hymë brenda. Iki kjo dhomë. Po hadeve që kush të kontrolon, po gjë dolim. Po pse është kjo rëndësishme? Historit pafundme ka që gjatë natës shokët e mi kanë plot histori, një pianet se ka goditur, e ka qa me thik, i ka vjedhur telefonin, i ka vjedhur ora qa kishte. Se në Tiranë dilshin më shumë se sa që dalim tani. Se tani janë gjërat më sofistikuara, të vjedhin, bëjnë në qu. Sondazh në për, jo do nxjerrin foto kështu, do nxjerrin. Pra të sulmoni. Edhe në një farë mënyrë ty të kërkohet që ta mbrosh veten tënde. Pra kur ti vendos për krenaren e shpëtimit, çfarë do të thotë kjo për ne shpirtërisht? Nuk e di, më falni nëse u zgjata shumë. Por çfarë do të thotë kjo për ne? Në ana shpirtërore. Në ana shpirtërore për ne është që neve marrim fjalën e Perëndisë të thotë që dhe shpatën e frymës pani vendos së bashku. Fjalën e Perëndisë. Ne nuk lejojmë mendimet e botës, mësimet e botës të na mësojnë neve se si duhet të sillen. Nuk na tregojnë ata se si duhet të sillen, por na tregon fjala e Perëndisë. Edhe kur neve lejojmë fjalën e Perëndisë që të na formojë neve, atëherë ne e kemi më të lehtë për të përballë. Edhe Jezusi kur u lut tek Gjoni 17, i tha që lutet, atë lutën thot mbroj nga i lig. Po pse më thot largohu? Ne nuk do largohemi prej. Ne do ta jetojmë jetën tonë. Por ama ndërsa neve jetojmë jetën tonë, ta jetojmë në një mënyrë të tillë ku jemi pikërisht sepse Zoti na i ka dhënë, si thuash ato veglat për të ruajtur nga i lig. Ndërsa neve lexojmë nga Efesianët së bashku e thot, le ta lexojmë edhe një herë së bashku. Na ka dhënë Zoti të gjitha armët, si mund të thuash, armët, veglat, çfarë të duash ti. Së fundi armatimi i Perëndisë, fuqizohuni në Zotin dhe në forcën e pushtetit të tij. Vishni gjithë armatimin që të mund të qëndroni kundër dredhive të djallit. Neve e kemi keq kuptuar, edhe sot e kësaj dite njerëzit e keq kuptojnë kur Zoti thot binduni fjalës Zotit. Zoti po na ruan. Po na mbron, vishni thot të që të ruani, sepse betejë jo nuk është kundra gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të përbatshëm të errësirës së kësaj jete, kundër frymërave të liga në vendet qellor. Njerëzit luftojnë, e kjo është më e keqja jon,
sepse djalli këtë do që neve të zihemi me njëri tjetrin, edhe thotë është gjaku, është mishi, do ta ha mish, do ta të thoktoj, edhe duam që të kemi anë materiale që sikur do t'i marrim me vetë. Kjo është e keqja. E keqja vazhdon që ne mendojmë se do të jetojmë për gjithmonë. Edhe duke luftuar, unë një këshill personale do ju jepsha: mos shpenzoni kohë, mos harxhoni energjitë me njerëz. Jeta është shumë e shkurtër. E keni vënë re kur vafoseni, kur debatoni me dikë të lik, dita juaj, jo vetëm dita, po t'ikën java s'prapë, sepse aq shumë të shqetëson, të dëmton shpirtërisht. Sepse betejë jo, thot Pali, nuk është kundra mishit. Prandaj merrni gjithë armatimin vargu 13 Perëndis që mund të rezistoni ditën e ligë. Qëndroni për atë fort duke ngjeshur në mesin tuaj të vërtetën, të veshur në pasmorën e drejtësisë, duke mbathur këmbën me gatishmërinë e ungjillit të paqes, 16 me gjithë duke marrë mburojën e besimit, në cilën mund të shuani të shigjetat e zjarrta të likut. Merrni edhe për krenaren e shpëtimit, shpatën e frymës që është fjala e Perëndis, duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lutje dhe përgjërim në frymë, dhe duke ndenjur zgjuar për këtë me çdo këmbgulje dhe përgjërim për të gjithë shenjtorët. Nuk e di kur u riske edhe ku kujdesesh për njerëzit e tu më të dashur, edhe për familjen tënde, ti e shikon që të gjitha shqetësimet e tua, të gjitha, le të themi, ngritjet e zërit që ti i bën fëmijës tënd, ose i bën vllait tënd, ose i bën motrës tënde, i bën nënës tënde, se ka shqetësime, ka probleme nga më të ndryshme. Për shembull, prindrit e mi duan ndonjëherë punojnë vend të toka dhe nuk din të ndaloj. Pastaj në darkë fillon ajo zyra e ankesave. Më dhem kurrizin, dhemin këmbët, ndonjëherë mami im kur është e lodhur që i dhem kurrizi jashtë masë ka vini, nuk flet me gojë, nuk ta hap telefon. Babi çoko e hap në herë, lera thot se kemi tetën pa qef. Edhe neve si fëmijë fillojmë edhe ngrem zërin dhe themi ndalon, mos punoni. Mos punoni kaq shumë. Ti nuk e ke këtë lloj shqetësimi. Neve si fëmijë që jemi, për atë tokën që kemi, nëse na duhet, na hyn punë, do ta punojmë, nëse kemi mundësi, kohë gjithë. Pra, të gjitha këto shqetësimet, ajo çfarë desha të them është, po ta shikosh, edhe kur Perëndia na thërret neve vëmendjet tonë, nuk na e thërret vëmendjet sepse njerëzit e kanë të shkuptuar që thonë Zoti ka fut në burg. Jo, Zoti të kërkon të të jep gjitha këto këshilla, gjitha këto mësime, se si ti ta kontrollosh veten tënde, se si ti ta ruash veten tënde, se si ti të kesh një jetë gjatë. Sepse historia e ka treguar që të gjithë njerëzit që nuk dëgjojnë prindrit e tyre, nuk dëgjojnë fjalën e Zotit, edhe njerëz të rritur, nuk po flasin vetëm për fëmijë, po ka burra dhe gra na 40 vjeçë, na 50 vjeçë që kanë mendjen duke menduar që i din të gjithë. Edhe shikon që vdesin edhe vuajnë në mënyrë të dhimbshme, sepse i ka hyp menja në qef për shkak të krenarisë. Dhe fjala urtë thotë tek Bibla, në fillim vjen krenaria, pastaj ra. Po kur krenohesh, pra që hypën vetje në qef dhe ikën lart, kujdese, neve kemi edhe të thënë se kujdese kur të biesh, do biesh me kokë, do thosh qaf. Edhe përsëri këtë historia ka treguar të gjithë ta njerëz që ka hyp vetja në qef, që kanë pasur edhe gjëra, mana materiale, ka shumë njerëz, edhe këtu në Fier, edhe në për qytete të ndryshme. Dalin video tani në për internet edhe në fosin me vetë. Edhe po të shikosh edhe të lexosh komentet, thonë ky ka qenë një nga çunat që ka pas më shumë lek në kohën. Lek po themi për me thas. Nuk i numroni kështu, po i peshon me ka ndarë. Sot
pret nga njerëzit që e njohin të japin me lek të kafe, të blinë e paket cigare. Po pse? Sepse ka lejuar mendjen e vet që të sulmohet nga gjërat e botës. Ndaj dhe Perëndia na thret neve që të veshim armatimin e Perëndis, fjalën e Zotit, sepse na ruan nga iliku. Nuk është se Zoti po na përgos, por Zoti po na thot, nëse ju dëshironi të keni një jetë gjatë në me, edhe nëse juve dëshironi që të keni përjetësinë me mua, ndiqni Jezus, pranoni Jezusin si shpëtimtarin tu. Pagëzoni në emër të Atit dhe të Birit dhe të Frymës Shenjtë, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës Shenjtë. Dhe ju do të quheni bijtë e mi, dhe ju do të jeni trashëgimtar në mbretërinë e Perëndisë. Ku ka premtim më të madh? Neve e kemi keq kuptuar, besoj çdo gjë, por Zoti na don ne. Më shumë se sa që mund të mendojmë dhe të logjikojmë.